Se nëse presidentja don me respektu kushtetutën, prej orës 12 sot natës, nëse s'kemi president, atëherë kemi shkelje të kushtetutës, shkeljen nenit pikës 2, nenit 86, edhe presidentja e ka të drejtën, jo si vullnet personal të vetin, po si një pasojë kushtetuese që mundet me ndodh, edhe me e shpërnda kuvendin. Nëse veç është interesuar me respektu rregullat kushtetues edhe ranin kushtetues të veni. Skenarin që kam përgatit ata nuk ja u di, a lidhje përmenin një skenar të mundshëm, me cilin pajtona që ata bojnë edhe kësi dojnë. Si pozicion politik. Po, unë mendoj që krejt qëllimi, krejt kësaj pune, edhe në bazë asaj që tha ky Rustemi, ky deputeti, u po, ton fjalimi i tij ke qysh me fajsu opozitën e cila po thotë që është bllokuese edhe tana proceseve. Domethënë, këta janë të bëu gati për zgjedhje, edhe sërish me të njëjtën avaz të vjetër, me të njëjtën lojë, me të njëjtën strategji që kanë bërë më herët, fajsimi i opozitës, për cilën i pat efekt vitin e kaluar,